Shtetet e Bashkuara kandidati republikan për president Mitt Romney siguroi dje mërimin e partisë, ndërsa bashkëshortja e tij Ann dhe guvernatori i New Jersey Chris Christie argumentuan se pse zoti Romney duhet të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Por le të lidhemi me kolegun ton Ilir Ekonomi, i cili ndodhet në Tampa, ku po zhvillohet kuvendi kombëtar i Partisë Republikane. Ilir, ti tani ndodhesh në sallën e kuvendit apo jo? Çfarë aktivitetesh po bën aty në këto çaste? Po, tani këtu është ora natyrisht pak pas 12-s, nuk ka ndonjë aktivitet të madh siç mund të shihni mbrapa me, ka vetëm gazetar që ende në përsallë për të intervistuar dikë, por zyrtarisht fjalimet dhe aktivitetet fillojnë nga ora 7:30, pra rreth 7 orë më vonë. Por sonte fjalimi kryesor do të jetë ai që do të mbaj kandidati për nën president Paul Ryan, i cili do të pranojë zyrtarisht emërimin e tij, dhe ndërkohë mbrëm mbajti një fjalim të rëndësishëm bashkëshortja e zotit Romney, Ann Romney, e cila i dha fjalimit më shumë do thosha tone emocionale, sepse paraqiti domethënë marrëdhëniet e saj me zotin Romney si bashkëshort për më shumë se 4 dekada me radhë, dhe një gjë që më bëri përshtypje është ajo theksoi se në rast se zgjidhet bashkëshorti i saj nuk do të dështojë. Gjatë një votimi dje mbrëm, delegatët e Partisë Republikane nga i gjithë vendi dhanë më shumë se 1144 vota të nevojshme për emërimin e zotit Romney si kandidat i kësaj partie për president. Vonë në mbrëmje, zonja Ann Romney mbajti një fjalim në kuvendin kombëtar republikan për të paraqitur arritjet e bashkëshortit të saj si biznesmen, si ish-guvernator i shtetit Massachusetts dhe si udhëheqës në kishën e besimit mormon. This is the man America needs. Is the man who will wake up every day with the determination to solve the problems. Ky është njeriu që zgjohet çdo ditë me vendosmërinë për të zgjidhur problemet që të tjerët thonë se nuk mund të zgjidhen, për të riparuar atë që të tjerët thonë se nuk mund të riparohet. Unë nuk mund t'ju them se çfarë do të ndodhë gjatë 4 viteve të ardhshme. Unë vetëm mund të deklaroj këtu sonte solemnisht, si grua, si nënë dhe si gjyshe, si një amerikane, se ky njeri nuk do të dështojë, tha zonja Romney. Me njëherë pas fjalimit, zoti Romney hyri në sallë dhe u prit me entuziazëm nga të pranishmit. Një tjetër fjalim i rëndësishëm mbrëm ishte ai i guvernatorit të New Jersey, Chris Christie, i njohur për komentet e tij të drejtpërdrejta. Sonte në shprehim mbështetjen për Mitt Romney si president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Së bashku në shprehim edhe një herë mbështetjen për madhështinë e Amerikës, tha zoti Christie. Ai tha se familjeve që lodhen duke punuar u duhet thënë e vërteta në lidhje me borxhin e madh të Amerikës, se matematika e shpenzimeve federale është e gabuar. Dita e djeshme ishte dita e parë e plotë e kuvendit. Aktivitetet e ditës së parë, që duhet ishte e hëna, u anuluan për shkak të studiës tropikale Isaac, që më pas u shndrua në uragan. Presidenti Barack Obama po bën fushat në disa qytete ku ka kolegje në shtetet Iowa, Colorado dhe Virginia. Demokratët do ta mbajnë kuvendin e tyre javën e ardhshme në Charlotte të Karolinës së Veriut. Ilir, si që përmend edhe ti sonte në kuvend do të flasë kongresmeni dhe kandidati për nën president Paul Ryan, i cili u zgjodh nga zoti Romney 2 javë gjysmë më parë. Çfarë sjell Paul Ryan me kandidaturën e tij? Cili është Paul Ryan? Po, ashtu është e vërtetë, ai u zgjodh vetëm 2 javë gjysmë më parë. Ai ka qenë në fakt shkrues fjalimesh dhe e njeh mirë rëndësinë që do të kishte një fjalim i mirë i mbajtur në një kuvend të rëndësishëm siç është kuvendi i partisë. Natyrisht ai është një njohës i mirë i çështjeve ekonomike dhe e ka kritikuar mjaft ashpër president Obama për politikat e tij ekonomike. Dhe në fakt këtë desha të prezantoja një paket që kemi përgatitur, një material që kemi përgatitur për treguar se cili është Paul Ryan dhe si arriti ai të zgjidhet si kandidat për nën president. Ligjvënësi republikan Paul Ryan kujtoi vitet e tij të fëmijërisë kur paraqiti veten si kandidat për zëvendës president. Babai im vdiq kur isha i ri.
Ai ishte një njeri i mirë dhe me parime. Ka disa gjëra që ai thoshte që i kujtoj gjithmonë. Njëra ishte: "Bir, mund të jesh ose pjesë e problemit ose pjesë e zgjidhjes." Zoti Romney mendon se ligjvënësi në moshë të re, por me përvojë, është pjesë e zgjidhjes. Me energji dhe vizion, Paul Ryan është bërë një udhëheqës intelektual i Partisë Republikane. Ai kupton sfidat fiskale me të cilat përballet Amerika, deficitet e mëdha, borxhin shtypës dhe katastrofën fiskale që na pret nëse nuk ndryshojmë drejtim. Ligjvënësi Ryan është i diplomuar në ekonomi dhe shkenca politike në Universitetin e Miamit në Ohio. Ai u zgjodh në Kongres në moshën 28 vjeçare dhe tani është në mandatin e tij të 7, duke përfaqësuar qytetin ku rrit dhe ku ende jeton. Jam i angazhuar me zemër dhe mendje që ta përdor atë përvojë duke punuar në një administratë Romney. Zoti Ryan drejton Komitetin për Buxhetin në dhomën e përfaqësuesve, 42 vjeçari njihet për paraqitjen e buxheteve federale që propozojnë triliona dollar shkurtime të shpenzimeve, si dhe ndryshime të diskutueshme të Medicare, programi qeveritar i kujdesit shëndetësor për amerikanët e moshuar. Ai foli në emër të republikanëve pas fjalimit të presidentit Barack Obama para 2 dhomave të Kongresit në vitin 2011. Duhet të kërkojmë sërish sistemin tonë amerikan të qeverisjes së kufizuar, taksa të ulta, rregullore të arsyeshme dhe rezerva të mira parash, të cilat na kanë dhënë begati të papar dhe kanë bërë më tepër për të ndihmuar të varfrit se çdo sistem tjetër ekonomik i projektuar ndonjëherë. Zoti Ryan, i martuar dhe baba i 3 fëmijëve, është një krishter katolik që kundërshton martesat e të njëjtit seks dhe abortin. Presidenti Obama kundërshton ideologjinë e zotit Ryan. Ligjvënësi Ryan është një njeri i mirë, ai është një njeri familjar, është një zëdhënës i aftë për vizionin e guvernatorit Romney, por ai është një vizion me të cilin unë nuk pajtohem. It's a vision that I fundamentally disagree with. Jennifer Lawless është profesore politikës në Universitetin Amerikan në Washington. Ajo thotë se ligjvënësi Ryan ndihmon ekuilibrimin e kandidaturës së zotit Romney. Well, I think that he adds a degree of enthusiasm and Mendoj se ai shton një lloj entuziazmi dhe është karizmatik, diçka që shumë republikanë mendojnë se i mungonte Mitt Romneyt. Pra jo vetëm që ai rrit përqeshmërinë e bazës republikane, por ai gjithashtu sjell një lloj entuziazmi që mungonte. Për ish guvernatorin Romney, mbështetja e zotit Ryan në një fazë kritike të zgjedhjeve paraprake ishte mjaft e dobishme, duke ndihmuar atë të kalonte konkurrentët e tij në garë për të konkuruar kundër presidentit Obama në nëntor. Ilir, është folur në kuvend për politikën e jashtme që do të ndiqnin republikanët nëse fitojnë shtëpinë e bardhë në zgjedhjet e nëntorit. Jo, Rodina, deri tani nuk është folur, madje nuk është folur fare, problemet kanë qenë ekonomia, borxhi i jashtëm, pra problemet e brendshme të Amerikës. Por parashikohet që zoti Romney sonte të mbajë një fjalim në Indianapolis, në shtetin e Indianës, ku do të kritikoj politikat e zotit Obama, ku pritet pra të kritikoj politikat e zotit Obama, si që quan ai të lëkundra, lidhur me Korenë e Veriut, lidhur me Kinën, lidhur me Iranin, dhe po sonde ka edhe 2 fjalime të rëndësishme që do të mbahen këtu në Kuvendin Republikan. Një është fjalimi i senatorit John McCain dhe një tjetër është ish sekretarës së shtetit Condoleezza Rice, të cilat do të flasin pra për politikën e jashtme dhe pritet që ata të kritikojnë politikat e jashtme të zotit Obama. Në fakt nuk do të jetë lehtë për zotin Romney që të përballet me presidentin Obama në çështjet e politikës jashtme, sepse presidenti Obama ka patur disa suksese të rëndësishme, siç ka qenë për shembull eliminimi i Osama bin Ladenit një vit më parë, ose përfundimi i luftës në Irak, gjë që për të cilat kanë folur pozitivisht edhe personalitete të rëndësishme, siç janë 2 ish sekretar shteti, James Baker dhe Colin Powell. Rodina? Ilir, të falenderoj për gjitha informacionet, do të lidhemi bashkë përsëri nesër në ditar. Faleminderit.